jemi zgjuar, po nuk e di si janë zgjuar planetet. Ishin zgjuar keq, thot. Jo, nuk e besoj. Ishin zgjuar me... Kishin kapur flokët keq. Sot jemi 29 prill, të ndryshe në 65 vjetorin e RTS-së, RTS-ja i bjetje dem. A thua? Dhe është fiks në sezonin e vetë. E them. A thua të kenë shenja dhe më thënë institucionet? Jo, sigurisht që jo. Mirëmëngjes o Izgen. Ua, të lutem një panoramim Izgenit sot. Jo, është rasti ku... Frizurën e reje, frymzuar nga unë. Po, dhe po të avëshre kemi nga e majta, që të dy. Po nuk më shtë më pëlqen aj shumë, thjeshtë e bëj për... E bëj për rehati. E bëj kur përtoj të... Se ke parasysh kam një OCD, që të çdo qime duhet jetë perfekte kur bëhen me gel. Dhe kur përtoj ta bëj këtë gjën, i nxjerr qime. I lëshoj plumat. Po. Zi po pres ditën që do t'i bësh dhe pak kaçurele. Kujton se s'do i bëj. Si bën, ja kështu si unë. Kujton se e kam bërë një herë. Nuk e dyshoj fare, the me zi po pres. Në kuptimin që shaka po do bëhet me vërtet. Bukur, me zi po presim fakt. Tani gëzuar të shëja, është vërtet shenja demit. Zakonisht, ka njerëz që i konsiderojnë datat e themelimit të diçkaje, se ruhet energjia, edhe shteteve i vën shenja në ditën e pavarësisë, kështu që deri diku bën sens, plus që po, është një televizion me bazament të fortë, siç do ishte një dem. Do nisim sot me parashikimin ditor lidhur me të gjitha shenjat, pak a shumë gjendjen kryesore të energjisë u tha ditën e hënë për efektin e hënës së re. Tani do themi një vazhdimsi të shenjave dhe aspektet të tjera të paprekura. Çfarë vjet re tek të gjitha shenjat është që ndihet një gjë që vjen e re, e freskët dhe të gjitha shenjat do nisin gjëra të reja nga e para. Po e nisim nga shenja dashit. Për shenjën e dashit, jemi në një periudhë ku përpos problemeve financiare që ka pasur dhe që do gjej rrugëzidhje, është një moment ku duhet japi një lloj vitaliteti të rëndësishëm aspektit të punës. Dashët në punë duhet të jenë pak më të dedikuar se zakonisht, në rast se duan të kenë më shumë fitime dhe në rast se duan të rrisin të ardhurat e tyre. Duhet të kërkojmë për punë të dyta, duhet të kërkojmë për mundësi ekstra, në mënyrë që të shtojnë komplet buxhetin financiar dhe të kenë më shumë përfitime për gjatë muajit. Kjo vjen si pasojë e shtrëngimit ekonomik që ata kanë pasur dhe tani vjen momenti ku ose duhet të bëjë një ndryshim rrënjësor të punës dhe të gjejë një punë që paguhet më mirë, ose duhet gjithmonë të kërkojnë mundësitë ku përfitojnë para ekstra dhe bonuse ekstra. Megjithatë do jetë një nisëm e mirë dhe një energji shumë e mirë për të manifestuar para të shumta, fitime ekstra dhe për të gërmuar burime dytësore të fitimit. Dhe dashët, përmirësimin do e kenë më shumë dashuri, aty do kenë më shumë afrimitet me partnerët, do kenë më shumë komunikim të zhvilluar dhe do shprehen thellësisht mendjat e tyre dhe do dëgjojnë deklarata më të thella nga partnerët se si ndjen rreth tyre, kështu që çiftet do përfitojnë intimitetin më të lartë dhe do ndjehen më mirë me veten. Kështu që le të themi që do mbizotrojë mirëqenia në drejtimin e dashurisë. Kalojmë tek shenja e demit, ku kemi edhe diellin edhe hënën sot në shenjën e demit, ndaj përqendrimi maksimal është tek vetja. Do kemi dema që do jenë më narcisistë se kurrë këtë periudhë, sepse do e kenë ego në qell, ambicet në qell, dëshirën për të mbizotruar dhe triumfuar dhe dëshirën për të bërë sukses të mëdha që të gjithë i shohin. Ndaj ashtu siç kanë vëmendjen e gjithëve, demat nuk do na zhgënjejnë, por do sjellin sukses në punë, sukses në karrierë, sukses në financa dhe sukses në të gjithë nismat dhe projektet e reja. Do jetë momenti ku dema do jenë shenja e parë, e duar trokitur, shenja ku do bëhet një projekt, një event, një ftesë dhe do jetë e krijuar dhe e themeluar nga demat, kështu që të gjithë besoj do shohin një punë që ata e kanë bërë, sepse do publikohet pikërisht në sezonin e tyre. Në aspektet të tjera kemi dashurinë, ku demi merr ditën e vëmendjes, merr atë që meriton, ka pritur shumë gjatë mbase dhe ka kontribuar në një marrëdhënie ku nuk ka marrë rezultat, tani do vi momenti ku merr vëmendjen, merr rezultatin dhe merr karmën që ka pritur. Prandaj të gjithë demat do e shijojnë një farë qershie mbitor të gjitha marrëdhënieve që kanë tentuar të themelojnë
për muaj me radhë. Kalojmë tek shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, kjo është një periudhë, le të themi, pa shumë ndodhi, sepse ndodhi do i kenë vetë binjakët në dorë, nëse duan të dedikohen punës, do të nxjerrin fitime aty, por nëse duan të udhtojnë apo të bëjnë gjëra të tjera, do e kenë hapësirën, rëndësi ka që dyert janë të hapura, nuk kanë pengesa, nuk kanë kundërshtar dhe nuk kanë armiqësi. E vetmja gjë që i kërkohet binjakëve është që të mbledhin mendjen dhe të heqin dorë nga dramat e kota, dramat e njëpasnjëshme që lidhen në personat në çift. Nëse e shohin që dikush nuk i jep vëmendje, duhet ta pranoni që nuk keni për ta marrë dhe hiqni dorë, ndërkohë zgjidhni ata partner dhe ata persona që po luten të keni mundësi me ju, po investojnë që të keni mundësi dhe një të ardhme me ju, dhe hiqni dorë nga personat që janë narcista, nuk japin vëmendje, ju arrëmbejnë ju vëmendjen dhe ushqejnë egon me prezencën tuaj. Kështu duhet merrni një mësim të mirë nga gjithë kjo situatë. Kalojmë tek shenja e gaforres. Për shenjën e gaforres është një periudhë ku përmirësohet mirëqenia e përditshme, përmirësohet liria financiare, përmirësohet kushtet e punës dhe çlirimi juaj shpirtëror, që do të thotë do kenë më shumë hapësirë për të marrë frymë, jo vetëm për të punuar apo për të shërbyer të tjerëve. Do jetë një moment ku i dedikohen vetes, qetësisë brendshme dhe ja plotësojnë kushtet vetes vetë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndaj gaforët do të jenë sa më të shëndetshëm në këtë periudhë, duhet të zgjedhin të shoqërohen me njerëz pozitiv që kanë energji të mirë dhe që kanë atë sensin e lirisë, sepse gaforët do kenë më shumë nevojë për të ndjerë një shpirt i lirë këto kohë. Nuk do kenë nevojë të t'i futen disiplinës apo punës së shumtë apo kënaqësive të tjerëve. Jo, dedikimi është më shumë ndaj vetes dhe një jetese të shëndetshme. Kështu që mos i lodhni fare gaforët këto kohë, se nuk e prishin Terezin për asnjëri. Kalojmë tek shenja e luanit. Vazhdon efekti i Marsit në shenjën e tyre që t'i japi një lloj vrulli pune, vrull ekonomik dhe një vrull aktivitetesh. Aty ku mbaron një punë, fillon një tjetër dhe luani nuk do ketë ndalur. Është një gjë që i bën mirë sepse energjia e tyre ka pasur nevojë të shkarkohet për një kohë gjatë dhe po ashtu Marsi i ndez pasionin dhe llampat pasionante të luanëve, kështu që të gjithë ata që do nisin lidhje të reja me luanët, do shohin që luanët janë të pandalshëm, do marrin një energji vitale shumë të fuqishme, sepse do jenë marrëdhënie që do kenë vazhdimsi dhe afatgjatësi, por do nisin me ndjesinë e pasionit, vrullit, deri diku edhe joshje seksuale, sepse Marsi është edhe një planet agresivo seksual në një farë forme, kështu ja jep këtë lloj pushteti luanit për aq kohë sa ndodhet në këtë shenjë. Kalojmë tek shenja e Virgjëreshës. Për shenjën e Virgjëreshës është një periudhë ku qetësohen nga lodhja e përditshme dhe nga puna, mund të jetë një nga ato ditë ku Virgjëreshat do përtojnë të punojnë apo të gatuajnë apo të përgjigjen një detyrimi ditor dhe do zgjedhin të relaksohen. Është ditë spaje, ditë relaksi, dedikim ndaj vetes. Shumica e Virgjëreshave do jenë duke rregulluar flokët, duke masazhuar trupin apo duke bërë diçka shtesë për veten. Pra, për kujdes më shumë ndaj vetes do ketë Virgjëresha, duke qenë se nga dashuria dhe para dhe puna nuk është se kemi ndonjë gjë të re, kështu që Virgjëresha do zgjedhin që t'i dedikohen më shumë prioriteteve që kanë për të ardhmen dhe ta lënë personat e së tashmes pak si mbrapa. Kështu objektivat të reja dhe ambicjet më të larta do vinë për këtë shenjë. Kalojmë tek shenja e Peshores. Për shenjën e Peshores kanë përfunduar më në fund krizat dhe debatet në çift, kështu që vjen momenti i marrëveshjes dhe momenti i bërjes së paqes. Aty ku do zgjedhin të kenë më shumë biseda diskrete dhe biseda intime për të kuptuar thellësisht palët. Kështu që çiftet që mund të jenë të lidhur me Peshore do kenë një lloj arpushimi dhe do arrin të gjejnë harmoninë deri diku të humbur për muajin e kaluar. Ndërkohë pjesa tjetër e Peshoreve do ndihen deri diku në një tension projektesh, tension punësh, tension bashkëpunimi, sepse aty ku kanë, le të themi, miq, kanë dhe armiq, aty ku kanë persona që bashkëpunojnë dhe i ndihmojnë, kanë dhe kundërshtar të cilët her pas here duan t'ia bëjnë rrugën të vështirë. Megjithatë, Peshoret janë në habitatin e tyre,
Kështu që përsa ko janë në habitatin e tyre, nuk ka asgjë që mund t'i ndali, e vetmja gjë do jetë vigjilenca dhe duhet të jenë gjithmonë vigjilent të personave që kanë rreth vetes, sepse her pas here e ke qafshiet aty ke ata që mbajnë më afër. Kështu që peshorët duhet të jenë gjithmonë të kujdesshëm. Ore, je i sigur që fole për peshorën ti? Po. Është hera e parë një të ndënde që ja ke fut kot. Peshorja është qiell. Për gjithë kohës. Unë po ju them, bëhuni vigjilent, nuk po them jeni vigjilent gjithë kohës. Ore, janë, kanë qënë, janë e do t'jenë. Këto sherre që a thua ti, për që ishin? Kush tha sherre? Ti s'më dëgjove mirë. Ma thuaj çfarë thash. Unë thash, keni njerëz miqësor që ju ndihmojnë, keni dhe njerëz ziliqar që duan t'ju prishin punë. Tani ju hapni sy të dalloni kush është kush. Po që a thua, po s'kam për të mbaruar sa të kemi jetë, se gjithmonë do jenë të dyja kategori. Mirë se ti e ke stakuar trurin në shtjetër punë. Po kemi peshore që si janë ra akoma me vaj dhe ufull. Që a thua, okej, më falet, më ndova që ti përfnisë e vesh për mua. Ti ja ke mbyll gojën hasmit me kohë me vakt. Se raur me vaj ufull, shpreje urë popullore, Flori. Po përshtatemi ndaj formatit. Kështu peshoret, kështu që rini vigjilent, se nuk ju bën keq, her pas here. Gjithse ku fleni gjumë jo, man. Man. Gjithsesi, doni fitime do keni, pa dyshim. Preja, tani fole bukur, si që duhet. Fitime parash do ken peshoret dhe aty do e ken kulminacionin tani në muajin maj. Po heqim sa dit nga prilli, në muajin maj është kulminacioni financiari i peshoreve. Shojmë kur të vit, më thua shti pastaj, u bë apo s'u bë. Kalojmë tek akrepi. Për shenjën e akrepit, kjo është një ditë le të themi rutinë, aty ku energjia vjen në stabilizim dhe në disiplinën e duhur, do ndihen më shumë në formë, sepse kanë pasur shumë lodhje dhe problem shëndetësor. Tani vjen momenti i zgjidhjes të gjitha problemeve shëndetësore që akrepët kanë pasur. Mund të gjejë një kurrë të re, apo thjesht energjia, moti dhe atmosfera e përgjithshme do jetë e mirë dhe do bëjë një gjumë dhe një ditë të shëndetshme. Gjithsesi, përsa i përket pjesës së akrepave që kishin dashurinë më shumë të favorizuar, mbetëm pa diskutuar pjesën e punës, ku puna do jetë pikërisht një fokus i veçantë, sepse kemi akrepa që kanë nisur punë të re dhe do ndihen mirë me kushtet e tyre, dhe akrepat me të cilat kanë biznesin e tyre apo bëjnë një punë vetjake ku e menaxhojnë vetë, do ndihen më të disponueshëm për ta sjellur organizimin në mënyrë perfekte. Kështu që akrepat kanë një javë produktive dhe do jenë produktiv në punën që bëjnë, duke sjellë dhe fitime nga ajo gjë. Kalojmë tek shenja e shigjetarit. Për shenjën e shigjetarit, një gjë shumë e mirë është që kanë mbaruar dramat e shumta, dramat e punës, dramat e miqve, dramat e çifteve. Pra është një periudhë ku mbizotron qetësia dhe harmonia me veten. Dhe përsa kohë ata kanë qetësinë dhe harmoninë me veten, nuk do afektohen nga asnjë ndikim i jashtëm. Prandaj kjo është periudha ku shigjetaret fuqizohen së brendshmi dhe shkëputen nga ndikimet negative të jashtme ndaj njerëzve. Nuk dëgjojnë fjalët e tjerëve, nuk influencohen nga paragjykimet, nuk influencohen nga manipulimet. Prandaj kushdo që do tentoj të hyjë në jetën e tyre sërish, duhet ta mendoj mirë se nuk do e ketë shumë thjesht. Kalojmë tek shenja e bricjapit. Për shenjën e bricjapit është një periudhë ku ata kanë dalë komplet nga disiplina dhe janë shumë të çrregullt me jetën, me punën, me lekun, me përditshmërinë dhe me dashurinë. Mendoj që fajet i ka dashuria dhe ana emocionale, që i ka bërë bricjapët të ndihen jashtë kontrollit. Por mbase është një sfidë e mirë të provojnë dhe bricjapët çfarë do thotë të mos i kesh gjërat në kontroll dhe ta kalojnë atak panikun më shumë lehtësi. Do kenë fitime, por do kenë dhe shumë harxime. Është një javë ku duhet të tentojnë të gjejnë balancën dhe të ekuilibrojnë komplet rutinën, ekonominë dhe të ardhmen, sepse në mënyrë të çrregullt i vinë gjërat dhe në mënyrë të çrregullt do i dalin nga jeta e tyre. Prandaj le të bashkëveprojnë me kaosin, të bëjnë paqe midis kaosit, sepse do gjejnë padyshim ekuilibrin midis gjithë rrëmujës që mund të bëhet në jetën e tyre. Shenja e ujorit, sa i përket shenjës së ujorit,
kanë hyrë në valët fiks si që ka simbolin ujori, ashtu edhe ujorët po ecin me rrjedhën, me valët dhe me harmoni të plot me jetën e tyre. Dhe sado që mund të ketë rreziqe rrugës, ujorët nuk mbyten nga valët që po kryojnë vetë. Që do të thotë, do i lënë gjërat të rrjedhin, por sa herë që do ketë situata rreziku, ujorët do e marrin situatën në kontroll. Prandaj shijoni harmoninë dhe qetësinë e jetës, përditshmërisë dhe gjërat më të mira do vinë tek ata. Është një periudhë ku janë premtuar shumë para dhe shumë fitime që nuk kanë ardhur ende, por për sa kohë ju i lëni situatat në harmoninë e tyre, padyshim që edhe paraja do të rokasi. Qoftë se ka humbur diku, do i gjeje diku tjetër dhe ju dini më së miri se si ta mbyllni një portë dhe të hapni një portë tjetër që vjen më e madhe për jetën tuaj. Prandaj jeni në një varg mundësish dhe në një dallgë të bukur emocionale ku ju do njihni më shumë fuqinë që ka harmonia e brendshme. Sepse duke i marrë gjërat me sportivitet dhe harmoni, ju gjithmonë arrini me sukses. Dhe kalojmë tek shenja e peshqve. Për shenjën e peshqve, siç e kam thënë, do i dedikojeni dashurisë, marrëdhënieve të papritura që vijnë spontanisht në jetën tuaj, por gjithashtu dedikojeni edhe projekteve që ju shfaqen rrugës. Ndaj socializoni këto kohë dhe takoni njerëz, sepse çdo njeri që do takoni ju hap një portë ose një mundësi që është me leverdi për ju. Kështu që keni hyrë në botën e përfitimit në një farë forme dhe aty do përfitoni akoma më shumë. Po kjo është shumë e vërtet. Mezi e kam pritur këtë periudhë, Yzgen, mbaj mend që e ke thënë edhe në fillim të vitit që muajt e parë do jenë pak të vështirë dhe ashtu kanë rezultuar të shenjën e peshkut. Dhe mezi kam pritur të hyjë maj edhe të shpërthej tashmë. Fatit mos u ndaj, të lutem. Shumica peshqve e kanë majin. Fiks. Duhet ta mbyllim me shprehjen tënde. Kaq, faleminderit. Shumë faleminderit. Që kaloni mirë.